Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion dhe rikthehemi me emisionin Pa Emër për diskutuar në fakt mbi atë se çfarë është lajmi kryesor apo graviteti i opinionit publik. Belinda Balluku drejt arrestimit. Kjo është pyetja apo pikpyetja më e madhe që kërkon të marrë një përgjigje. Çfarë do ndodhi dhe çfarë po ndodh brenda dyerve të kuvendit, brenda komisionit ku Agron Sheaj nëpërmjet Facebookut na lajmëron që nuk e lën të hyjë, ku PS-ja me PD-n po diskutojnë dhe po negociojnë dhe po dëgjojnë faktet që kanë çuar SPAK të kërkojë heqjen e imunitetit Belinda Balluku. Një USB e famshme, një USB e cila në fakt përmban materiale sekrete që tregojnë për implikimin e zonjës Balluku, të paktën sipas SPAK. Por në anën tjetër, ajo se çfarë ka kërkuar avokatët e zonjës Balluku janë të paktën 3 javë kohë për të shqyrtuar dhe materiali që ata nuk kanë pasur mundësi t'i kenë në dorë. Sigurisht mjaftonte kjo gjë, tashmë SPAK ka kërkuar maksimumi 5 ditë që ata mund të shqyrtojnë këto materiale. Por në këtë moment, Partia Socialiste i ka ardhur në ndihmë zëvendës kryeministres, Ministres Infrastrukturës e Energjisë dhe deputetës së tyre, zonjës Belinda Balluku, duke kërkuar që të jetë data 19 janar, mbledhja e radhës së kuvendit për heqjen e imunitetit zonjës Balluku. Deri në këto momente nuk dim se çfarë qëndrimi ka mbajtur Partia Demokratike, përveç se protestës për lajmërim që ka dhënë zoti Berisha, përveç se grevës së urisë që mund të ndodhi, por akoma nuk po dim se cili është qëndrimi i Partisë Demokratike me zonjën Balluku. Do diskutoj së bashku me kolegun tim Anri Bala për të ndarë mbi perspektiva dhe mbi çështjet që çfarë pritet të ndodhë. Takimi dieshëm i orëve të vona të Belinda Ballukut, vajtja sot në mëngjes në kryeministri, pamja e saj e ashpër, a e ka bërë amon të trembet apo të lëshoj. Kjo do t'jetë disa prej perspektivave. Perspektiva e parë që do të nisim do t'jetë fakti çfarë po ndodh në ato dyer dhe në atë sallë. Kjo do t'jetë perspektiva e parë. Më pas do diskutojmë mbi çdo mundësi të mundshme dhe çfarë do ndodhi. Anri, si e ke parë? Unë do ndaja në ditën e sotme në disa momente më i rëndësishmi ishte sepse deri orët e fundit u tha se zonja Balluku nuk ishte në Tiranë, madje se isha arratisur, dolën dhe në media të thonin sikur është arratisur, por në fakt momenti i parë ishte konfirmimi i zonjës Balluku se zonja Balluku është në Tiranë, të paktën nga pamjet që pam nga media që përcolli pranë kryeministrisë. Dhe besoj Nësa ta luajnë me 2 regjistra. Po mimi patjetër. Jo them në kuptimin 2 regjistra. E kuptoj që njerëzit e Berisha, jo, njerëzit e Berisha tani ku doli Berisha ta e gjeta. E gjetën, e kapën rrugës duke hecur. Po pra, kjo është kjo lloj politike apo kjo lloj si thuash nuk po them shpifje, po them një mënyrë për ta bërë shëmtuar gjën. Pra nëse ti vërtet je opozit, vërtet po përpiqesh që të çosh prapa hekurave sepse i ke besimin si opozit që zëvendës kryeministre apo dhe ministre ka vjedhur buxhetin e shtetit, pra paratë e shqiptarëve, ka disa mënyra për ta bërë. Kjo është mënyra më e shpifur që e ul besimshmërinë e gjithë retorikës ose kauzave që ka opozita. Pra, nuk është domosdoshme të thuash ti shpikëm Balluku që SPAK apo BKH-ja apo oficerët e policisë gjyqësore të vijnë në veprim që ku është zonja që ta gjejë sepse kjo nuk ka postuar në Facebook. Për sa kohë, unë mendoj se zonja nuk mund të shqetësohet më për postimet Facebook që kanë metodologji Partia Socialiste dhe ja kërkojnë kujdo, por e vetmja gjë që duhet shqetësohet tani është përballja me drejtsinë, ku akuzat janë vërtet të rënda. Sepse në çdo se i bëjmë kështu sikur edhe favorizimin tjetër dhe shpërdorimit të detyrës në thelb ka korrupsionin. Pra, ti ke shpërdoruar detyrën
sepse ke pas një lloj interesi të tërthorët ose drejt për drejt për ta bërë atë veprim. Ke favorizuar tender ose se ke pas një interes të tërthorët të drejt për drejt për ta bërë atë veprim. Po nëse nuk provohet që kjo zonja apo kushdo tjetër që është nën akuzë ka marrë para apo ka dhënë para, atëherë ngelemi tek shpërdorimi i detyrës apo favorizimi i tenderave. Të dy janë, në mos gabojmë, jo më shumë se 3 vjet heqje lirie. Kurse në rasti më tragjik është ai i tenderave të Akshi, po. Sepse është hera parë dhe ju se s'kemi dëgjuar. Kemi dëgjuar, kemi parë, Ka ndonjë një rast anëri që akoma nuk është marrë një përgjigje për një prej këshilltarëve i cili ka qenë në Ministrinë e Energjetikës në kohën kur drejtohej nga Prifti, që akoma trupi nuk është gjetur. Skandalozisht, me fjalë. Kjo është e tmerrshme. Dhe flitej për tendera dhe për interesa madhor flitej. Mirë, kjo është skandaloze dhe e tmerrshme, me fjalë, që të imagjinosh një funksionar shteti apo një funksionar policie që ka bërë pjesë i grupit strukturuar kriminal, se të marrësh dikë peng është krimi llaftarshëm, për shkak të interesave tua, ta detyrosh atë të bëj veprime që në kundër vullnetit të tij, kundër drejtës së tij, kundër besimit të tij, që ti të vazhdosh të grabisësh fondet. Me fjalë, ky është rast alarmant, edhe nëse do ishte një rast, po prandaj po them që politika këta janë si thuash, se s'du me përdor term pejorativ, që këta janë të shpifur apo maskarejnë, sepse asaj që duhet t'i jepnin zë, ose nëse do kishte diçka të madhe për nëse ty t'intereson klima biznesit, se po flasim për personin që është biznesmen. Nëse ty t'intereson taksapaguesi i rregullt, se është taksapaguesi, ka njerëz në punë, paguan taksat, është biznesmen, punë të vet. Nëse t'intereson qytetarët shqiptar, nëse do kishte një kaos vërtet opozita që e parafron më shumë me opinionin publik apo me shqiptarët që janë të vjedhur, janë të marrë peng, të nëpërkëmbur, të përjashtuar nga çdo tender publik për shkak të lidhjeve qoftë okulte, qoftë lidhjeve me zyrtarëve të lartë dhe biznesmenëve pranë qeverisë, kjo duhet ishte kauza. Që duhet ta kapte për shembull fjala vjen Arlind Qori, do ta kapte Agron Shejaj, do ta kapte Adriatik Lapaj. Këta merren me ballukun. Me ballukun po merret drejtësia. Kur them drejtësia e kam për strukturën e posaçme, nuk kanë çfarë merren këta më. Me ballukun, gjykimin tim. Po mos kanë çaj bën se ajo e ka fatin e saj do kaloj nga dyert e drejtësisë. Po nuk shpëton. Dhe gjithë prandaj këta bëjnë politikë dhe thënë që Rama s'do ta japi mandatin se po shpëton vetëm, ajo s'kan lidhje fare Rama. Ato po e kapin Ramën brenda mesazhe me ballukun, nuk shpëtojnë dot as vet. As Ramën e as mund të shpëtojnë dot askënd, sepse imuniteti institucional që ka zonja Balluku duke qenë deputete, pa dhe ministre, sigurisht, siç e përcakton Kushtetuta në 103, që thotë çdo ministër gëzon, nëse s'është i zgjedhur, fjala vjen si ministre e shëndetësisë. Kur zonja Balluku është e zgjedhur, ka mbaruar debati për zonjën Balluku, po dhe nëse s'do ishte e zgjedhur, siç është ministre e shëndetësisë ose ministra teknik që kanë qenë më përpara si Piro Vëngu, ai financave i brendshmi, ky Hoxha. Se na Hoxha. Ervin Hoxha, Hodën e hoqën. Po si mund ta mbani përsa ka kanë marrë telefonin? Jo, Hodën zvëns ministrin flas. Po, e morën. Po dhe aty i kanë marrë telefonin. Jo, këtit i morë drejtori i policisë, Prodës. Hodën e hoqën për Smart City që filmosin sot. Ai është mohabet komplet kështu thonë, po seriozisht, nuk është se kam. Nuk i hyra Hodës pa të thoya për ministrin e brendshëm. Jo, më rastisi nga që the Hoxha më kujtua Hoda në këtë. Jo, për Prodën, se Proda, Hoxha janë si ankronime. Dhe më që të bajnë të kaos, jo se vetë ta mbarë mos mbajnë të tjetër, më të tjetër, po do të japin më zë kësaj gjës. Është të ne kemi pa vetëm raste dhe grupe kriminale që kanë marrë peng dikë që të jepin një pronë, kanë marrë peng dikë për të përfituar pasuri, kanë marrë peng për t'i bërë shantazh, për t'i vënë gjobë, për të marrë, për siguruar para apo për qëllime të tyre kriminale sipas përplasjes që kanë pa. Por kemi parë
nuk kemi parë, nuk kemi dëgjuar që një funksionar shteti ose një shtet të bashkëpunoj me krim dhe kriminal që të shantazhojë dhe të marrë peng një biznesmen. Unë nuk e di rastin, nëse ndoshta e paragjykoj, ta them sinqerisht, dhe nuk jam marrë, po në çdo lloj kjo që ka dalë. Kjo që ka dalë, në çdo lloj rasti është skandaloz. Edhe ta kenë marrë në rrugë, ti kenë thënë hajde pimi kafe sepse e bëre ti këtë. Jo, ta kenë marrë peng, më jo. Vetëm ta kenë marrë në kafe, ti ta pyesin se çdo ty me tendet e akshit janë të tonat. A kupton, kjo është një formë shantazhi dhe presionit dhe është shumë e frikshme. Dhe këtë lloj frike, këtë lloj presioni e ndjen dhe qytetarët shqiptar, biznesmenët shqiptar. Dhe kjo gjë do për shkallëzim dhe aktivizim të një pasnjëshëm nga të gjitha partitë. Unë besoj se kishte disa parti të reja që mund të jepnin zë kësaj situate dhe mund ta nxirrnin si kaos, nëse kanë interes e varet strategjia e tyre se se përcaktojnë strategjinë e asnjë partie, po kur pash zotin Sheja, Agron Sheja, që ishte përpara kuvendit, me një protestë që me sa di unë e kishte thritur dikush tjetër përpara dhe ky doli, ky i zuri vendin, i zuri radhën dhe më flet për Belinda Ballukun, sikur Rama do mbroj Ballukun që mos ta arrestojnë vetë, sikur prokuroria e posaçme ka një kompleks për ta thritur Ramën në SPAK, kjo s'është as pak e vërtetë. Dhe prokuroria e posaçme nuk ka edhe nëse Këshilli i Mandateve nuk e jep mandatin e zonjës, që dhe në këtij lloj mandati është që zonja do e ndjeki rrugën e saj të pafajësisë, sikur se pretendon, përmes duke qenë funksionare institucioni apo deputete në parlament, ose do e ndjeki përmes qelisë apo shtëpisë që në të dyja rastet quhet burg. Pra, po bëhet fjalë për masën shtrënguese që ka dhënë SPAK-u, që është masa finale, arrest me burg ose arrest shtëpie. Nuk bëhet fjalë sepse zonja ka një masë shtrënguese, pra që është detyrim paraqitje dhe detyrim për mos lëvizje që bllokim pasaportë. Po, ajo është në koncept që nuk ke të drejtë të dalësh jashtë vendit. Tani në këtë koncept thellohet masa shtrënguese. Kjo nuk ka të bëjë më me shpëton Belinda as shpëton Belinda, apo shpëton Rama as shpëton Rama. Kjo ka të bëjë se Belinda do e bëjë mbrojtjen e saj përtej qelisë apo shtëpisë, apo do e bëjë përmes unë mendoj si thuaç funksionit që ka si deputete. Unë mendoj që të paktën e kam bërë edhe shkrim para 2 ditësh, 2 apo 3 ditësh, dhe kam të paktën artikuluar në bazë të informacioneve që kam pasur që brenda kryeministrisë zonja Balluku po negocion me kryeministin Rama në 2 aspekte. Aspekti i parë është që unë jap dorëheqje nga zëvendës kryeministre. Që do të kishte bërë më përpara? Ajo në optikën time ta kam thënë, krizat, kjo vetëm sa më shumë e prodhon dhe amplifikon krizën, kjo nuk përfiton. Po pra kjo është idiotësi nga strategji e gabuar. Janë dhe marrëveshjet e tyre që ne nuk i dim. Po çfarë marrëveshje ke kur ti do të dakord, po them do të gushtohet laku. Po për sa kohë ai nuk po e lëshon, unë se konceptoj dot. Domethënë se kanë mbajt, e di pse se kanë mbajt, sepse deri tani janë respektuar masat e SPAK-ut. Vetëm fakti që ai e çoi në kushtetuese. Po. Kur shumë mirë, vetëm fakti që një zëvendës kryeministre është në hetim moralisht vetë, s'kishte pse e çonte kushtetuese. S'ke pse e çon moralisht. E heqim këto se secili ka edhe në politikë kur artikulojmë shumë moral, dukemi ne kur jemi puritan dhe ata janë djajt, po jo ata bëjnë. Si do të jetë? Thelbi qëndron. Sot, domethënë në ditën vazhdim, në ditët që kanë kaluar edhe që kemi arë në ditën e sotme, ka ndodhur kjo negociat në informacionet e mia. Jap dorëheqje nga zëvendës kryeministre dhe ministri energjetikës, dhe ju më mbroni me imunitetin. Po, që mos ta bëj nga burgu. Që mos ta bëj nga burgu. Po, çfarë ndodh tani? Ka këtë opsion Rama në tavolinë. Po pra parlament do jetë. Po, në parlament, po. E do reagojnë ato. Po, por edhe zvete, më njanon. Edhe mund të ketë edhe një marrëveshje të heshtur. Dhe pjesa tjetër anëri që Rama heq dorë. Me fjalë, në koncept jetë pjesa që
Balluku për shkak të shtrëngimit të masës t'japi dorëheqjen, me fjalë mos presi fare kushtetuese. Unë mendoj që s'duhet të presi kushtetuesen, vetëm moralisht. Jo, po kushtetuesja, shif tani, se sapo u vendos shpar që për 19 janar pak a shumë. Domethënë, kushtetuesja mbledhet me 12, apo jo? Po. Se ti fiks datën kur mbledhet kushtetuesja. Duket se me 12 u mbledhet kushtetuesja t'japi përgjigjen për zonjën Balluku, ndoshta për punën e pezullimit. Jep për pezullimin, po. Pezullimin. Po se nëse kjo jep dorëheqjen nga funksionet, po. Kushtetuesja çfarë do shprehet pastaj? Çfarë ndodh? Do të thënë, thelbi qëndron këtu. Që të them të mbaroj dhe thelbi qëndron që Rama, domethënë dhe një është që Rama ta lëshoj. Në të dyja rastet, Rama i humbur është. Puna është sa, domethënë, e ke shprehjen shqiptare mjaft mirë që thot zgjidh keqen më të vogël. Sot Rama do duhet zgjedhë të keqen më të vogël që dëmton qeverinë e tij dhe dëmton atë vet. Po mirë, nëse se jep mandatin Rama, nuk jep as dorëheqjen Belinda dhe kushtetuesja thotë që e kundërshtoi pezullimin e funksionarit të çfarë do ndodhi? Ja, çfarë do ndodhi? Këtu është se ajo. Pjesën që nëse kjo patentohet kjo. Po, edhe kjo arrihet. Këtu besoj Anri pastaj bie që Rama përplaset me ideatorët e SPAK-ut. Pra, nga përplasje vetëm drejtësi, kalon në një sferë më të gjerë, kalon politike. Po, ai është në përplasje. Po, është në përplasje. Po tani më bëjmë sikur s'është tani, përplasje. shiko. Ai është ballore biles. Ai është ballore, por ka pasur një narrativ që ne kemi diskutuar shpeshherë, që unë të thoja Rama vërtet i paraprinte në krah të forcave opozitare që unë e dua drejtësinë, por realisht dhe Ramës ju i imponua. Dhe Rama thjesht tha, në këtë panoram ta bëj unë sikur unë e dua dhe këta se duan, se e dinte që ata kishin pozita më të vështira, se Rama nuk e dinte që do vinte kjo ditë. Po, patjetër. E dinte. Dhe besoj nuk e ka ditur në sensin që unë e kuptoj që Rama mund të di shumë gjëra, por nuk kam pritur që do ishin kaq agresiv, se Rama doli dhe te ZTF-ja dhe tha europianët janë, ne na pëlqejnë më shumë europianët se amerikanët veprojnë me bomba. E tha gati një muaj parë. Dhe tani çfarë ndodh tani? Tani bie që nëse ai shkon drejt sa do të shkojë drejt një përplasje të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe këtu sa do të vi, ata do përdorin mekanizmat e tyre. Se nuk është çudi Andri që nëse ata ndeshen në këtë qëndrim të Ramës, ata mund të zjerojnë listën e non-gradave. Si mekanizëm. Dhe nëse Ramës ata po e marrim hipotetike, i godasin me njerëz vënë kryeministrin e shpallin non-grada. E për çfarë do ta mbajnë qeveriei? Ta mbaj, ta mbaj aty, sa doj ta mbaj. Po nëse të goditet një person non-grada. Po ku është garancia që Rama nuk e bën këtë dhe ose se bën këtë elçon Ballukun? Garanci nuk të flas dot. Kjo është ideja pra. Çka ka ndodhur tani, sepse prandaj jemi këtë pikë. Që është dhe Berisha ndaj përballë, është dhe ky zotëria përballë. Se nuk ka garanci. Dhe çfarë bëjnë këta tani? Përmes mos pasjes garanci, një pakti të heshtur. Pra, këta kërkojnë një deal që dalin të pastër vet. Po s'kan garanci as për dealin. Se respektohet dhe tani e mbajnë peng gjën. E mbajnë, po të shikosh, Anri, në ditën e sotme që ne diskutojmë, domethënë situata është, domethënë Rama është me 83 mandate, sot e ndihet më i dobët se kur pa amerikanën në krah. Edhe pa mbështetjen edhe të partnerëve strategjik si Britanikët apo edhe Bashkimi Evropian. Se të gjithë ata dhe Bashkimi Evropian doli me qëndrim. Tha mbështesni drejtësinë, tha. Kështu që në këtë kontekst kur mbështetja ndërkombëtare ty të mënjanohet, po si ta mbështesë drejtësinë e kur subjekt vetë, se s'ka çfarë ai është avokat i vetes. Ky është kurthi që i kanë ngritur dhe ata mua. Se dhe ata e kanë do me thënë, ata e kanë kuptuar që Rama i mundi gjithë kundërshtarët e vetë të brenda, ata e kuptuan që Rama i nështroi aktorët e opozitës me tendera, me procese, me gjitha, dhe thanë që ne tani duhet çojmë Ramën në këtë rreth që u ngriti tjerëve, duhet përfundoj dhe ai vetë. Dhe ata ja ngritën dhe tani, shko, kur u shpall zoti Berisha non grata, flitej Anëri që vetë zoti Berisha e ka ditur që para 3 vitesh, para se të bëj publike. Po.
para se Rama t'i thoshte a e kolon do t'i oqeanin e këto, dhe zotit Rama, në qofse ata ja kam përcaktuar fatin politik, ja kam përgatitur të terren 4 vite në para, që në 2021 kur e mbajtën qeveri, që aty ja kam përgatit terrenin se si do ta çmontonin. Dhe kjo është më pas përplasje sepse shko që çfarë ndodh aty sot, Andri, brenda dyerve të SPAK-u do të ketë shumë rëndësi. Por, ndërkohë që brenda dyerve të SPAK-ut ndodh kjo gjë, në anën tjetër bëhet publike dhe mediatike që Donald Trump, që ditën e dieshme u bë kjo gjë në fakt, një prej sipërmarrësve më të fuqishëm që ka Shqipëria në Amerikë me zoti Bajraktari e lajmëroi për Kosovën, ose gjithse cilin për atë të vetën e lajmëroi që tashmë qeveria amerikane ka një fokus kryesor mbi Kosovën, dhe kur ka dalë gjithë çfarë ka firmosur dokumenti Donald Trump, i presidenti Donald Trump, ka firmosur për gjithë Ballkanin dhe për Shqipërinë thot individ të cilët minojnë demokracinë, prishin stabilitetin në Ballkan, prishin stabilitetin dhe interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës në vendet përkatëse, do të vazhdojnë me sekuestrim pasurie dhe me bllokim dhe ndalim vizash. Pra ndalim vizash flitet për non grata. Pra, vetë zoti Rama tani, zoti Rama ka pasur bashkëpunëtorin e vetë më të afërt dhe shokun e vetë, se shoki thoshte Vangjush Daku, se shpati non grata. Po e mori vëmendjen në... Di pse them që s'është ka para 4 vite, se unë nuk besoj se Trump do i lejonte vajzën e tij me dhëndrin që dinin foto me Ramën, me një non grata. Nuk po them është Rama non grata, ma mirë kuptoj. E kuptova më çfarë thua që kërcënohet, nëse nuk zbatojnë, nëse mbrojnë hajdutët, kërcënohet. Ata kërcënohen dhe në fund ditës ti e shikon nga Serbia. Pra, po ky hajdut më mirë se pyetje po bëj. Ashtu po ky hajdut që bënte biznesin me dhëndrin dhe me vajzën. Ja, çështja këtu qëndron Anëri. Do të thënë ne këtu shikojmë, do të them diçka, ne këtu shikojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se këto shkresa që janë firmosur, që kanë dalë dje, këto vinë në vazhdën e çdo presidenti amerikan. Pra kjo, do të thënë, ky lloj strategjie politike për herë të parë ka hyrë diku në vitet 98, mos gaboj, që e ka nisur me Ballkanin, nuk është rastësi sot, ne nuk kemi pasur informacion. Dhe kjo gjë ka ndodhur me çdo lloj presidenti, që sa vjen dhe ka fokus Ballkanin, nga që te Bushi, më pas erdhi Obama, më pas erdhi Biden, tani erdhi Trump. Dhe nuk mund ta parcelizojmë tek individ, nuk është çështje individ, kjo është çështje strategjie kombëtare që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për interesat e tyre. Patjetër. Dhe ne kemi rastin që Kushner tashmë ka bërë 2 hapa pas në një investim në Serbi, mos gaboj. Nuk e di, po. Po, në Serbi para disa ditësh është bërë mediatike, po edhe mund ta ulëmtosh. Po zonja Trump, më thënë vajza Ivanka, vetëm pak s'ka një javë që postoi librat e Kadarez dhe shqiptarët. Dhe çfarë ndodh? Andrej, duhet kuptojmë një gjë. Kështu që s'besoj se ti të rrequr, më fjalë, momentin që flasim, nuk mund ta, domethënë, nuk ka lidhje se çfarë bëjnë, pra e heqin pjesën e sipërmarrjes me pjesën e gjeopolitikës që vazhdon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo agjendë, domethënë, është gjeopolitike. Kjo është një agjendë e cila lidhet faktin tmerrsisht me individ të cilët minojnë dhe prekin interesat. Pra, korrupsioni minon demokracinë. Dhe ata thonë, për ne korrupsioni është plaga reale në Ballkan. Dhe kushdo që bën korrupsion, do të përballet me sanksione, sekuestrim pasurie dhe bllokim vizash. Në qoftë se këta, dhe këtu po të marr tezën që më ngritet ti, në qoftë se Rama me Berishën bëhen bashk, se mund të jetë edhe një tezë tjetër që këta Rama sot mund të dalë dhe thotë zgjedhjet parakoshme. Me këtë situatë jo zgjedhjet parakoshme, presupozohet. Po ta marr. Tani po them çfarë diskutohet më. Jo, po ta marr në këtë sens. Ne e shikojmë që opozita në çfarë drejtje është, 5 veta mbledhot njëri, 6 veta nuk mbledhot tjetri. Nuk, unë te numrat jam skeptik, nuk ras dot me numra, se unë besoj se kauzat mbrohen me ide, kauzat mbrohen me persistencë, pra me koherencë të vendimeve që ti mban.
nuk besoj se i mbrojnë numrat. Patjetër që reagimi popullor janë lodh njerëzit tani trim mbrapa politikës, po njësoj sepse edhe jeta dinamike kanë probleme, duhet përgjigjen familjes, po. Zorin merren tani të gjimojnë me flakadan në për kryeministriera apo institucione. Unë besoj se shqiptarët përgjigjen me votë, mirë apo keq, gabuar apo nuk e di. Po në rastin konkret, të paktën, ka një tezë që hidhet ose që flitet që unë po e them, po nuk e besoj 100%, tani të mos bëhemi hipokrit. Po themi tezat se ne këtu diskutojmë ka një tezë që prej muajsh që hidhet, është hedhur edhe më përpara. Po nga që skandal që e para njerë që është fakt që Rama nuk i ka punët mirë me SBA-t, kjo është fakt, se është pothuajse inekzistent. Nuk pranohet, qoftë nga presidenti Trump s'ka asnjë reagim prot. Po pra, qoftë kur fitoj zgjedhjet, qoftë kur të humbin zgjedhjet apo çfarë do lloj gjë që ndodh. Pra është një marrëdhënie si e ftohtë apo e ngrirë midis presidentit amerikan dhe kryeministit shqiptar. Ose takimet kur bëhen, kur takohet Baron Begaj dhe nuk takohen Bajrami ishte deri në fundit. Po pra, në këtë sens po them që duket që ka një presidenti. Duket që ka një ftoje në këtë sens. Kjo është e vërtet, por nga ana tjetër nuk e besoj që në këtë rast të kërkosh nga dikush që të bësh, si thua, katarsisin e politikës Ballkanit dhe të çosh po fëmijët e tu apo familjarët e tu që të bëjnë dhe biznes me, si thua, me këta s'më vjen fjala dur, këta që kanë bërfaje, si i thonë, mëkatarët, se s'më vjen dhe fjala, të kërkosh të bësh biznesmen me mëkatarët që ti i ke në lup, unë besoj që kjo është çik absurde. Por ama teza që po qarkullon, së fundmi është që e para njërë Amerikanët i kanë thënë Ramës dhe ne kemi thënë her pas here që i kanë thënë Ramës që ky është mandati i fundit nëse e përfundon, dhe teza tjetër është që vendi të kaloj në zgjedhje, jo vetëm zgjedhje parakoshme, po qeveri teknike, pastaj për zgjedhjet flasim në një moment të dytë. Madje ishte edhe i tezë, dëgjova, por nuk është se e besoj shumë ose e shoh të besueshme, është që kryeministri teknik ishte vetë Dumani. E kanë thënë, po më nuk duket e besueshme. Unë po them çfarë thuhet, nuk po them që as e besoj, as e shoh të realizueshme, se kam ato dyshimet e mia, drejtjet e mia, por nga ana tjetër, sot Rama është në ditën e tij më të vështirë, më të sikletshme. Thuhet dhe flitet dhe pretendohet që në ditën vazhdim, shumë shpejt, po Ramës do i shkojë në SPAK për të dhënë përgjigje një person shumë i afërt i tij. Dhe kjo tregon, nëse kjo ndodh, pra godita e Ballukut, godita e Rënveliet dhe një personi shumë të afërt. Po them në një tuftë ekipi i tij më përpara. Po dhe familjarët e tij pastaj kalon situatë tjetër, nuk ka se si të mbahet pushteti se të gjithë kanë bërë gjunaje dhe ti s'ke ditur gjë. Se ti më mos dish ndoshta ti institucioni tjetër pas brenda rrethit tënd, atëre kështu që nëse ndodh kjo, aty kuptojmë pastaj që mund të realizohet edhe kjo pjesa e qeverisë teknike. Sepse kështu është vullneti kujt. Ama nga ana tjetër, unë nuk e besoj se amerikanët kanë këtë vullnet, ose SBA-t, ermal vetëm për një arsye. Jo se besoj, po nuk e them dot sepse nuk do doja të bëja pise. Dëgjoj ca që dalin flasin në emër të Amerikës, se kisha për retorikën që po zhvillonim tani bashk, po flasin në emër të Amerikës se këta, po ti pyesësh ore, Ballukun po arreston amerikanët? Po, ose SBA, është vullneti SBA-ve? Po. Ore, mund të ketë një lloj si thuash indeksi ose një lloj indicie që ata po e mbështesin gjën, nuk po e tërheqin, por besoj se është në mbështetje të mekanizmave të reformës drejtësi. Pra ata kanë më shumë besim tek reforma, pra tek SPAK-u, se sa tek Belinda dhe tek Rama. Ky është thelbi. Në këtë sens, po jo se ka japin këta urdhra. Jo, ata fakti që takojnë është shumë e saktë. Po pra, po është shumë e gabuar të thuash në televizion, po thas kam dëgjuar tjetër që po e bëjnë ta. Jo, ato nuk japin urdhra këto arrestojnë këto. Se është idiotësi. Dhe pse nuk është? Të them një tek
se kam dëgjuar nga të tjerë dhe teknikalisht më kërcet. Rasti i zonjës Balluku, e thash, rasti i zonjës Balluku u zbulua nga telefoni i Ervis Berberit? Po. Zoti Berberi është arrestuar në mars, mos gaboj, 14 mars të vitit 2024. Madje kemi diskutuar bashkë në studion Sa tjetër. herë, po, tek dritarja, kur ke qenë tek intervista e ditës, ka quaj moderator. Është arrestuar në 14 mars 2024. Në tetor, mos gaboj, apo nëntor, është proceduar penalisht kryebashkiaku Benet Beci. Në nëntor procedohet penalisht Belinda Balluku. Po pse po ti përmend të tre emra? Po se ishte telefoni. Bravo, i bashkëshortes së zotërisë, që i kishin ruajtur me screenshot. Varci, pra ish drejtori të ARSH-s të Varcin e zonjës Belinda Balluku, pra zoti Ervis Berberi, ruan të bisedat në telefon midis ti dhe zotit Benet Beci, që sot mban postin e kryetarit Bashkisë Shkodrës. A e ka sot? Është akoma në detyrë? Po. Procedurë penalisht. Pra, në nëntor, tani kemi një vit nga procedimi që u morë në pyetje zoti Beci në SPAK. Apo jo? Pra, nga viti kaluar tani, ka kaluar më shumë se një vit. Tani, në vetë, SPAK-u, si funksion parandalus, nuk është policia që do ndaloj kriminalin rrugë me armën me plumë në fole që të mos bëj një vrasje. SPAK-u është institucion që zbaton ligjin, bën kryen hetime dhe jep pretensën nëse një individ ose subjekt i tij ka kryer krim apo ka shkelur kodin penal për ta çuar në heqje, lirie dhe vojtjes dënimit. Por SPAK-u në vetvete si institucion ka një moment parandalus. Pra, nëse si në rastin konkret te ajo që po kërkohet sot, më fal. Pra, sot po kërkohet arrestimi i zonjës Belinda Balluku që SPAK të mos pengohet në hetime. Apo jo? Po, për shkak se ata thonë që prova se kanë me prova të ndërmjetshme. Këtë nuk e ha do ta shkollaj që kanë ndërhyrë te kjo. Sa ajo subjektive pastaj, se mund ta ketë takuar atë 10.000 faqe. Po 10.000, di. Jo, thjesht për teleshikuesit, 10.000 faqe prova kundër Ballukut. Po, kështu janë këtu te ne 16.000 faqe, 75.000 faqe me dosje, me kështu me çfarë thënë, sa karrel i marrin dosjet. Tani, dhe prandaj ka kërkuar një muaj kohë ato se të lexosh 1.000 faqe, 10.000 faqe, më fal, janë shumë vështirë. Tani, unë e kuptoj pozicionin e Ballukut. Që ka qenë zëvendës kryeministre, ka qenë ministre dhe aty. Po SPAK-u për dhënë efekt parandalus, kur dyshon se një zyrtar i tij është i korruptuar, që subjekti i tij është i korruptuar, jep masa shtrënguese. Pra, në momentin që zotëria është arrestuar në 14 mars për korrupsion, pastrim parash përmes një kompanie që atë me zotrin Valter Bega e kishte ortak, nuk e kishte konkurrent në tenderat që shkonin në institucionin e tij. Aty dolën bisedat e zonjës Balluku, dolën dhe zotit Benet Beci që thoshte, po me këtë që 200.000 euro profesorët, a 100.000 euro profesorët dhe 200.000 euro në ignorantët, diçka e tillë, siç ishte batuta, se mbaj mend tani se kur kalon kohë. Kush ishte ignoranti në këtë mes tani bie fjala. Ata të dy pra, thoshin për vetën e tyre. E kupton? Jo, ata ishin vërtet ignorancë. Që në momentin që shkruan budalliqe të tilla në telefon. Po, tani të zonja Balluku këto muhabete lekësh nuk kanë hasur. Po. Se du ta kapim në kontekst. Por ka dalë një përgjim patën çka kam parë nëse unë edhe nuk i ulumtoj shumë të se kam... me tregu diçka tjetër, nëse më thuj. Vetëm them këtë që ka dalë aty që thot për atë përdor një terminologji, e ka dhënë urdhrin ai i gjati, po i madh, e ka dhënë Rama, po. Okej, nuk prish fund kjo. E ka dhënë urdhrin Rama, se edhe kjo duhet vërtetuar se duhet ketë kjo bisedë me Ramën që ka dhënë Rama urdhrin kësaj. Se dhe mu më them ka thënë Ermali që ti ke të vrasë atë, po nuk do të kapi ty policia nëse vërteton. Dakord jam, ato janë SPAK-ut është muhabet tjetër pastaj.
Tani, duhet në kontekstin ku jemi që ta kuptosh se kam bërë as me ty as bisedë se s'kemi pas mundësi të takoheshim. Pra kemi një subjekt që është sot në burg, siç është Erviz Berberi, ish drejtori ARSH-s, kemi dhe Benet Becin, kryebashkiakun e Shkodrës dhe Belinda Ballukun. Nga Berberi kemi shkuar tek telefoni Berberit, kemi shkuar tek këta të dy, ku janë mesazhet. Na B-ja kemi shkuar te 2 B-t e tjera. 2 B-t e tjera, 3 B-t. 3 B-t janë këto. 3 B. Tani 3 B-t. Zoti Beci fliste për para, fliste për tendera me këtë të arrestuarin. Tani kjo tjetra fliste për tendera dhe për se si ku do shkonin tenderat apo se si do orientoheshin dokumentat që këtë tenderat i fitonte dikush tjetër. Unë besoj se kjo e parave që flitet dhe për para, që do merrnin është dhe më e rëndë se ku do shkojnë favorizimi në tendera. Sepse faktohet që këta jo vetëm kanë favorizuar ose kanë përdorur mekanizmat e tyre për t'ia dhënë intelektual, po kanë përfituar dhe para për vete. Tani, ky e Zoti Benet Beci, a është kryetari i Bashkisë Shkodrës sot? Të që momente që flasim. S'pak, nuk është i shqetësuar që ky mund ta bëj të njëjtë vepër aty ku është? Duhet të jetë për mendimin tim. Dhe prandaj se do ta lidh me SBA. Zonja Belinda Balluku, që kur morën vesh to mesazhet, pse ju desh SPAK 1 vit e 8 muaj për të konkluduar aktet e ekspertimit? E heqim atë pjesën që SPAK merr kohën e vet, e kuptojun atë se këto do thënë se isha me i studio, jo po SPAK ne pse paragjykojmë se merr kohën e vet për ta bërë plot. Ore, okay, e mori kohën e vet për ta bërë plot, nuk ka lidhje. Po SPAK të mund ta bënte edhe kur jepte procedimin penal zonjës, dhe i kërkonte që fillim mandatin. Ai tuti ke dalë te kjo e llogaras. Arrest ose pezullim që në fillim, se ne kemi prova përmes mesazheve që ti ke ndërhyrë, ke favorizuar në këtë tender. Zotin Benet Beci, ti ke bërë këtë, pezullimin nuk e merr dot se është i zgjedhur ai për shkak të 242 të Kodit Procedurës Penale, ma shtrënguese. Arrest shtëpie, nuk e di. Tani nga dita që është kapur ky zotëria Berberi, ja deri më sot kanë kaluar 1 vit e 8 muaj, 1 vit e 9 muaj, këta njerëz janë në detyrë. Ku funksionon parandalimi? Dhe prandaj themu që nuk janë prapa SBA. SBA-t këtu në Shqipëri nuk bën masa represive, as nuk bën urdhër kush do arrestohet dhe kush jo. SBA-t thonë ndiqni reformën, ndiqni mekanizmat që ju kemi dhënë dhe bëni drejtësi, sepse s'mund të pranoj unë që SBA-t ndër tani na pas kanë bën detyrë Benet Becin dhe Belinda Ballukun. Sepse nuk mund të vi urdhri i vonuar. Anej, po nuk, do më thanë, shko, po të shikosh dhe ne po t'ju referohemi çfarë thonë të tjerët, ne atëre do gabojmë vetë. Pse ta themu do gabojmë vetë? Në sensin që secili prej individëve që artikulohet në media ka një fabul të vetën. Po them. Për shembull, thelbi që ndron që Shtetet Bashkuara të Amerikës krijojnë sistemin. Mekanizmi. Ata nuk orientojnë që arresto këtë sot ti, arresto nesër këta, mos pre këtë, po pre këtë. Kjo është pastaj fabulat që krijojmë ne këtu. Jo, nuk e krijojmë këtu. Unë po them për punën e SPAK-ut për standardet. Pse po arrestohet Belinda sot dhe nuk është arrestuar Benet Beci? Në këtë sens po them. Ku është nxitimi që ti ma lën në çfarë sensi? Si objekt, ti thua ky njeriu më prish provat, më fal. Vetëm ta shpjegoj jo, vetëm të them diçka. Jo, do të thoshja vetëm në këtë sens. Thelbi që ndron që... Se du ta kuptoj edhe unë, se s'u jo, unë mendoj këtë gjë. Këtë mund ta shikoj ftohtë, po dhe mund të jemi gabuar mbi këtë analizë. Mendoj që ata vendosin kush janë bajlozët. Përparësit. Po, përparësit. Kush është bajlozi? Dhe bajlozi në raport me Benet Beci dhe zonja Belinda Balluku. Ta arrestojnë Benetin se mos kesh kuptojmë. Po jo, më nuk e... O, anë të kuptoj shumë mirë. Kundra arrestime me burg. Ore, di dhe ke shumë të drejtë sepse kur e kemi diskutuar para 1 viti, ti ke thënë që Beneti, kemi qenë pas studio dhe ke thënë Beneti se ka të gjatë në sensin që zjatimet. Po tani po shkon më gjatë se këta. Po, ç'a ndodh? Që kishin më gjatë. Sepse
se cili prej Ka prokurorëve të prioritete, më Spakut ka kuptova. prioritet. Patjetër. Dhe prioriteti ata thonë, çfarë përfaqëson Benet Beci? Përfaqëson Bashkinë e Shkodrës. Çfarë përfaqëson Belinda Balluku? Përfaqëson këtë, po. Përfaqëson një xhep ose arkitekturën e shtetit Se kapate shqiptar. ajo, nuk e kapate ajo, e kapate sensi pse SPAK, duke arrestuar ose duke më dhënë masa shtrënguese ndaj një subjekt, nuk po them Beneti përballë Belindës, po them që janë dy persona që kanë dalë nga njëjti telefon. E di. Dhe nuk po them pse bën Belindën, unë po them pse se bën më përpara. Çfarë e pengon Benetin ose çfarë e pengonte Belindën që gjatë gjithë kësaj kohe, ku këta merreshin me mesazhet, të bënin tendera prap, të vjedhin prap, nëse e presupozojmë të fajshëm, e presupozojmë të fajshëm siç e mendon Spaku. E di çfarë ndodh thani, domethënë këtu unë përgjithësi zgjedh që mos të futem. Që sot, më fal, edhe diçka për sqarim, sepse se sot thonë që ne na duhet ta bëjmë këtë, se sot këta me i fjalë mund të përsërisin veprën penale, po intimidojnë dëshmitarë. Çfarë ndodh? Ata kanë mënyrat e tyre të hetimit dhe për këtë që thonë që patjetër jam dakord me ty. Thonë edhe fakti që edhe kanë afate deri në 3 vjet mund ta zgjasin. Dhe jo, po dhe unë tisha prokuror, unë po them, në sensin po tisha unë, nëse ka ai ky puna e mesazheve, më fal. Kjo puna e mesazheve është pothuajse në cilësinë e flagrancës. Po. Mesazhet janë flagrancë, nuk janë më që kanë bërë hetime paraprake këto dhe kanë gjetur ca dokumenta që e lidhin për shembull rastin e Erionit me ku dëgjon, një biznesmen X. Nuk ka rëndësi dhe këta nëpërmjet kanë çu ca fonde këtu, ca fonde atje dhe kanë shkuar nëpërmjet grupit. Kurse bisedat është deri diku quhen indicie, patjetër dhe unë i qëndroj asaj që quhen indicie, nuk janë prova, po është pak a shumë te flagranca. Jo, do të them vetëm diçka dhe nuk e di pastaj në sa ata kanë vepruar me emaile, kanë bërë veprime konkrete, ndryshime të në Kroaci, kur ka ndodhur reforma në drejtësi, brenda një dite, mos gaboj në 2009, janë arrestuar 300 vetë, brenda një dite. Dhe më pas në një periudhë prej 3 muaj u arrestuan dhe 1200 persona të tjerë. Në me them, paka shumë shtetin Kroaci për 4 muaj u paketua. Po këtë po thëmë. Çështja që ndrojnë që unë mendoj që dhe këto hetimet Spakut mund të çojnë në këtë rezultat. Që brenda një dite mund të jetë dhe vit i ri, për shembull, që ne do mblidhemi, ti bëjmë njëri tjetrit gëzuar, atëre do të themni o çuna do vem në studio. Mos ta prish gozë, nëse mos shkojnë në orë gjithë. Jo, jam dakord, po them këtu ta tash. Mund të gëzojmë më shumë atë ditë, nuk. Po ne nuk gëzojmë nga fatkeqësitë e njerëzve. Jo, s'është fatkeqësi, para është shqiptare. E marr vesh çam thua. E kam fjalë mund të gëzojmë më shumë. E di, e kuptova. Me pjesën se edhe një lloj dinastie vjedhjesh po i vjen fundi, më kupton. Jam dakord. Por unë nuk jam unë gjithmonë jam, më fal, Maroj, se s'du të ndërpres. Vetëm them vetëm kaq se. Dhe çfarë mendoj? Mendoj që këta po bëjnë një hetim kapilar, se te kjo dosje e zonjës Balluku janë edhe biznesmenë fuqishëm, po them, ata kanë hetuar 11 tendera. 11 kanë hetuar Spaku, ose kaq është bërë publik deri tani. Janë 1.2 miliard euro. Po te këto kanë shkuar, nuk ka prova të reja. Jam dakord, jo. Ka prova të reja, ka prova. Nuk nuk ka prova të reja. Jo, do të them vetëm pavarësisht se janë 10.000 faqe, si puna muhabetet të Erionit. Do të them vetëm diçka tjetër, nuk kam. Ja, po këto që kanë dalë nga bisedat. Po them janë njerëz me influenca të mëdha ekonomike në Shqipëri. Dhe parti grupe strukturore kriminale ka. Dakord, dhe aty do me thënë... Ata bëj një pyetje se vdes për këtë pyetje që do të bëj tani. Më fal. Tani, sepse unë zonjën Balluku nuk e kam pëlqyer kurrë në si imazh vetëm për një arsye. Unë si imazh e kam pëlqyer, më thënë. Jo, më fal, nuk e kam te si femër. Jo, si tipologji, nuk e kam te femra, e kam te tipologjia. Ma gjë shokun ta tani dhe se nuk e kam pëlqyer kurrë vetëm për lidhjet që ka pas me grupet kriminale. Ma ke thënë ti mua këtë. Nuk e kaloj dot që një funksionar nga më të lartë të shtetit ketë lidhje personale dhe ndërpersonale me grupe kriminale. Edhe këto lidhje, unë ta kam thënë, po këtu isha që edhe ish drejtori kësaj që e hoqi me zor nga OSHE-ja, çfarë është ajo? Qela, ka bërë relacion në Shtetet Bashkuara të Amerikës se si i është bërë presion për të larguar nga vendi punës. Nga OSHE-ja. Ka shku atje në Amerikë.
Po, sa ndej po Dhe jeton. ata e din këtë punë. Unë ta kam thënë këtu, në Po, këtë di. e kanë bërë ata. Tani s'mundesh ti me bandat të qeverisësh me banda. Nuk mundesh. Dakor. Tani, këto banda që qeverisë kjo kanë futur durët në buxhetin e shtetit? A priori po. Po se nuk mund mbash ti o do mbash me narkotrafik, o do mbash me vjedhje pastaj në për forma të tjera, se nuk dolën gjithë biznesmen të fuqishëm ta që kanë vite se nuk i kemi parë, nuk i njohin. Me terror kanë mbretëruar, ose me frikë, ose duke bërë pazare, kjo ka qenë. Më falë, Spaku nuk e din të të, kur e di dhe unë dhe ti? Më falë, një sekundë, më kupto drejt, mund t'ishte e vështirë për t'i kapë. Mjafton që Spaku, përmes mënyrë operative, jo vetëm Spaku, BKH-ja, apo qoftë shërbimi informativ, të faktonte me foto, me video, lidhjet e dyshuara të një personazhit botës së errët, apo disa personazhet botës së errës, kjo pak rëndësi ka, me zonjën në fjalë, për ta quar prapahekurave këtë. Dhe për të bërë lëvizjet, për të bërë lidhjet e kësajt me parat e shqiptarëve, se ku shkojnë parat e shqiptarëve. Prandaj po them që nuk ka qenë vullneti Spak për ta bërë këtë. Dhe më falë, pa tjetër, do të vetëm ma ashtu. Dhe unë prandaj nuk e kam pas onepsur dot këtë personazh, vetëm për këtë fakt. Sepse kam dëgjuar shpesh ngjarje dhe situata që kanë ardhur vetëm për kësaj zonjës. Kanë qenë të krijuara dhe të si thuash, rastet përplaset më shumë. U bë kurban ai, po për fajin e vet, kryebashkiaku Kushtit, s'ka rëndësi, po te ky rreth. Te ky rreth ishte, po. Rreth interesash. Po, se ka marrë 100 milion euro ai. Nuk ishin të rastësishme videot që dolën, nuk ishin të rastësishme përplasjet që dolën, nuk ishin të rastësishme urdhrat që jepnin këta që këtë do godisë, këtë do godisë. Kështu që këta ishin bandë kriminale. Dhe këtë bandë kriminale duhet ta kishe zhbër Spak. Ka disa fund Dhe kjo dihet se tani në një aksion në Elbasan, agjentë e tyre ato, s'ka nevojë. Jo, po agjentat e BK-s janë sa janë sot. Ore, mund ta bësh lidhen o Erman. Mund ta bëj lidhen nga filani. A mund të bëj lidhe kush ishin prestanomet filanit që merrshin tenderat tek Ministria e Transporteve dhe Energjisë. Kush është problemi sot? Ore, kush është problemi sot i politikanëve? Ka ndërtues me prestanom me plot. Ne nuk mund t'i themi dot këtu në media se ai me një herë. Ne mund ta bësh punën Po një sekond, po të them diçka, domethënë e vështirë është lidhja këtyre personave. Se për shembull dhe ne e dim që këta kanë prestanome, por ne nëse i themi këta prestanome, këta thonë ne të hedhim gjyq dhe hajde ti të bësh punën e policisë dhe kalohen dralla pa fund. Jo, atë i them unë, s'është punë gjyqi, ata do të më pas kujdes se këta edhe të marrin peng. Po dakor. Por gjyqi kush po dakor. Unë flas nga ana institucionale se për peng nuk e kam problem. Le të më marrin, më der më bëj, po. Po të them në sensin unë gjithmonë jam ana e dimor anë tani kanë mbjellur psikologjinë e frikës që me ta merren se këta shisha të bëjnë. Po se prandaj e kuptoj shumë mirë, po them unë si individ jam individi i cili respektoj shumë institucionet. Dhe
e kam në natyrën time këtë dhe në formimin tim. Çështja çfarë qëndron? Është e vështirë që ti kapësh këta në lidhje me prestanomet e tyre. Por ti mund t'i kapësh ku këta kanë shkelur. Dhe ti mund t'i kapësh dhe t'i godasësh nëpërmjet, sepse çfarë do, këta gjithmonë kanë lënë gjurmë. Nëpërmjet telefonit, nëpërmjet se këta ti e ke parasysh si flasin. Këta dinë se shteti, nëse fitojnë pushtet politik, këta e kuptojnë se do jenë aty gjatë gjithë jetës. Dhe nuk e kanë kuptuar që çdo trim maksimumi 7 vite zjat. Nuk ka zjat asnjëri më shumë se 7 vite. Dhe këta i zaj deliri dhe flasin dhe këta pastaj këtu. Ky përgjimi ambiental mund të japi sukses, sepse këta qa ju ka barku vetëm për të dukur para njerëzve, i flasin të gjitha. Në këtë kontekst, SPAK-u mendoj që ka vepruar mirë, po duhet kuptoj me një gjë. Ne mund të duam, edhe në të drejtën tonë e kërkojmë shumë herë më shumë as SPAK-u. Madje unë kërkoj sot sekuestrim, se nuk më kënaqë asgjë në sensin e një. Konfiskim, se sekuestrimi bëjnë të. Sekuestrim me konfiskim. Konfiskim, pasaj Si që janë konfiskuar. Sekuestrimet merë dhe s'ke shanse më. Po, dhe çfarë ndodh? Mua kjo për shembull më jep një indicie të mirë, që zoti Brau tha, deri tani ne kemi goditur, por nuk kemi konfiskuar. Shumë pak me çfarë duam. Se është fakt. Dhe vetëm krimit i kanë konfiskuar, më duket. Krimi diskutohet, ata nuk e justifikojnë dot. Po, edhe krimi, Andri, se këtu nuk duhet ta ka punuar, thotë. Po me këta, unë e di që e di, po thjesht për diskutojmë. Se këtu i kemi parë më Andri. I kemi parë që uleshin për dreka darka, i kemi parë që na shisnin man, kemi parë që hapnin shishe vere dhe i rreshtonin për lokale luksoze kur vinin në një politikar, i kemi parë në Dhërmi, i kemi parë këtu në Tiranë, me këta kanë ngrënë. Për këta kanë punuar për vota dhe për këtyre u kanë shërbyer. Dhe duke goditur një pjesë të krimit, ata që kanë neutralizuar një pjesë të politikës, budasin krimin, tani i lën këta të cilët trimërohen, se ne kemi parë, nuk e kuptoj dot, janë dhe deputet duan bënden gangsterin. Kurse kam kuptuar dot këtë që, ore në jetë i ka ndarë zotit, dikush është i fort, dikush nuk është i fort, dikush është i but, dikush qytetar. Nuk është i fort, është budalla, i fort. E kupton? Një gjë si është i fort dhe është budalla. Këta janë dhe deputet, duan bëjnë edhe si gangster, duan bëjnë edhe si Don Juan, dhe pastaj thonë dhe lënë gjurmë dhe përfundojnë keqem siç po përfundojnë. Kështu që në këtë kontekst dhe në këtë situatë ka pasur një strategji të mirë detajuar kur e kanë konceptuar SPAK-un dhe sistemin që ka dhënë. Fakti që amerikanët vini i këshillojnë lidhet më shumë me strategjitë anë. Pastaj neve si Ballkanas kemi qef që ta kanalizojmë te kemrat, se duke e kanalizuar te kemrat ne ushqejmë fabulat e opinionit publik dhe politikanët qëndrojnë. Por sistemin këta e kanë kanalizuar që godasim mirë krimin, i sekuestrojnë krimit 300 milion euro, dhe më pas afrohemi tek politika. Dhe politikën, se këta janë më frikacak, se sa si thaj, ku shkoni, thaj, me gjithë të armatim. Po do shkojmë, thaj, do shkojmë takojmë politikanët, thaj, po thaj, hajdut dhe politikanë nuk janë njësoj, po i thaj, po me hajdut të thë, duhet kemi armatim, me politikanët duhet kemi vetëm një pistolet me vete. Ka qenë Escobar kjo. Po. Kuptimin e një gjendje të mjerueshme që kishte Kolumbia në atë kohë. Dhe çfarë ndodh sot, Andri? Amerikanët politikën shqiptare, duke i prerë lidhjet me krimin, duke i vendosur prokurorin tek dera dhe duke i shantazhuar me diplomaci, janë të destinuar të përfundojnë apo të dështojnë. Ajo që unë ngre pyetje sot është, Rama do të regojt i zgjuar që mos përfundoj si Meta dhe Berisha? S'ka shanse, asnjë të shpëtoj. Dhe në qoftë se nuk ka bie që Rama i rrof to 4 mandate që mbati, se do t'i shbëhen me një të rënd të lapsit. Me këtë, dhe diçka, më fal. Pse thash unë që Erman, pse nuk e hoqi SPAK-u ose t'jepte procedim penal zonjës Balluku dhe pastaj thelloheshin dosje tjera se mund t'i bënte edhe paralelisht. Sepse, në gjon,
Po dëgjoj vetëm, shikoja këto. Jo, s'ka gjë. Spak mund ta bënte këtë sepse nuk ishim se vishim pikën kur Rama të rikonfirmonte zonën Ballu, zëvendës kryeministra edhe ministre. Prap, sërish. S'kishte arsye. Në fjalë, gjithë ky gepi, gjithë kjo distanca e marsit 2024 me dhjetor 2025, prak 2026 që do vendoset për mandatin e zonës Balluku dhe të flasi kushtetusja, janë më shumë se po bën gati 2 vjet. Është mandat 2 vjeçar. Pavarësisht se ndërpre për zgjedhjet 11 maj dhe rini nuk ka rëndësi, ka 2 vjet në pushtet zonja që vazhdon e jep tender. Nuk ishte pse të rikonfirmohej nga Rama në atë kohë. Dhe unë ta kam thënë këtu, kemi qenë bashkë që zonja ka ndenjur me presion. E di si ma ka thënë. Kam bajtur ajo, nuk ishte për të bërë fare. Zëvendës kryeministre ose ministre e transportit dhe e infrastrukturës dhe Ku energjisë. gjem forcën kërcënoj Ramën? Kjo është pyetja. Njeriu më të fuqishëm që e kërcënon numri 2. Sepse trimërohet me natyrën e atyre që rri. Pra, më thuaj me këtë rritë të them kushje, është njësoj si Po ata. si nuk trimërohet Rama që është i pari vendit tonë? Ky është thelbi. Jo, Rama është trimëruar, po kur të bën tjetri, unë po them e ka kërcënuar në gjykimin tim Po, që të mos bëj gaf ta heqi nga funksionet. Dhe kjo është strategjia se ka bërë, sikur që ka menduar. Rama i prish punë në aspektin e politik, por Rama nuk i prish punë nëse kjo bën burg. Kjo për vetën e saj, se është kokdere. Nuk do të, ajo zonja fjalë u zgjodh dhe s'do të ishte fare. Dhe vetë, se ore, kemi informacion unë e ti na del na vjen informacion, nuk ka kjo zonja që ka hallin të marrë vesh se çan ndodhet aty brenda. ajo ka më shumë, ajo nga që ka hallin, base i ka thënë aty. Puna është që Rama mbi këta hall pse duhet ta mbajmë supe. Po sepse nuk e ka liruar kjo që t'jap drejtën. Ja ka kërkuar kjo që ti nuk më largon dot. Kjo unë nuk du të gaboj kështu për çështje etike, po kjo dhe shumë të tjerë pas kësajt. Çfarë bë atje? Po. Hapa porta. Oj dashur, problemi lidhja që kishin ata me këtë. I kronte edhe një lloj ure komunikimi edhe me E kuptoj. Palloshin. Pavarësisht se në komunikimin nuk është ai Palloshi. Po e marrë dikush tjetër. Po e di. Por po i them unë, zërë se është Palloshi dhe kjo i kanë thënë Palloshi për Edi Ramën. Pra, është nuk se tjetri të detyron për sa kohë është personi më i rëndësishëm i qeverisë state që ti thoje që kjo të marrot e punë si askush tjetër. Për siketet e tua që kishe për të firmosur, atë Benjaminin që e fut në shtëpi dhe e mban sikur është intelektual, njeriu më i mirë në botë. Ta sjell edhe ty pse ta ul edhe në zyrë. Ta ul dhe në kafe, të bën dhe takime në shtëpi, pastaj edhe pastaj duke sikur janë të tre miq. Se fillon nga distanca që ti e pushtet. Prandaj pushtetarët në botë janë të respektuar se janë distancuar nga kriminalët, më zotin. Është vërtet. Por nëse arrin me ata, bashkëpunim me ata, kush dëshmimet midis atyre? I fuqizon ti e para i mban. Madje unë mendoj anëri që një gjë që Ramës unë se kam përtypur dot kurrë është fakti që mori krimin dhe i dha pushtet politik. Dëgjojmë shumë keq thot Ornela, po do ta shikojmë. Si me dritë, dëgjohet, po këtu vazhdon zëri, po dëgjojmë si me dritë edhe nuk di pse. Pas është një moment, nëse dim. Nisë, besoj që do të jemi edhe Që të shikojmë dhe çik zërin. po, jemi edhe drejt fundit se pas kemi vajt një orë kështu. Po jo, se pa që ikën njerëzit, se ishin nga 70 live, shkon 20 e ca, se do të bezdisur nga zëri. Mund edhe zëri, mund ndodhin se është dhe çështja e internetit, s'kemi çaj bëjmë domethënë se. Mirë të dashur miq, të mbyllësh ti apo ta mbyllësh? Mbyllë ti se unë hapa. Faleminderit që ishim me ne, do shikojmë që këtë efektin teknik rëndësisht që e kemi nga interneti, ju lutem na bëni like, subscribe dhe na sugjeroni të mishtuar dhe gjithmonë na komentoni për të pasur perspektivë ndryshe nga si e shohim në aktualitetin. Faleminderit shumë edhe mirupafshim që jemi në ditën e vazhdim. E dëgjon atë tik tik?